Papa, miku i shenjtë i shqiptarëve. Ama këto janë furçet pastaj. Kur u bë miku i shenjtë ai? Ne s'kemi asnjë mik. Ne jemi vetëm. Po e them për të disa të herë, jemi vetëm më burr. Që as kre partish, as kre fetar, as njëri nuk duhet e di për neve. Bëni çfarë bëni vetë. Po pse përdorin këtë term? Pse thon? Çka ka bërë për shqiptarët Papa? Asnjë gjë s'ka bë, as çka ka bë. Thjesht i bëjnë furçë nga që është autoritet. Çfarë interesi kanë shqiptarët nga Papa ose Vatikani? Po ata që i kanë kapur filmin, ata që i dinë gjërat, se kush e ka vendosur aty atë, e dinë që duke i bërë lajka Papës, i kanë bërë realisht lajka atyreve që qëndrojnë nga pas këtit. Nuk ja bëjnë dot direkte, se s'mund shkojnë tek Rothschildi që është në Angli, atje direkte, edhe ja bëjnë nëpërmjet këtit. Por janë dakord me Papën, nëse kur i kanë thënë që jemi dakord dhe me ju, që jeni nga mbrapa tit. Kjo, thjesht.